Në Mekë, të premten e 7 gushtit, 3 burra që përvajsojnë tradita shumë të ndryshme të pushtetit në botën islame. Vendosen firmat e tyre në një dokument të vetëm, i cili mund të riformësojë në heshtje hartën e sigurisë në lindjen e mesme dhe Azinë Jugore. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, princi kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman dhe kryeministri i Pakistanit Shehbaz Sharif nënshkruan atë që tashmë njihet gjithësisht si marrëveshja e përbashkët e mbrojtjes së Mekës. Një marrëveshje trepalëshe që përcakton se çdo sulm ndaj cilit do prej 3 vendeve do të konsiderohet sulm ndaj të 3-ve. Është një fjali e shkurtër me pasoja të gjata. Marrëveshja vjen 5 muaj pas fillimit të një lufte të ndërlikuar mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, një luftë që ka mbyllur rrugët e transportit detar përmes ngushticës së Hormuzit, ka përfshirë Huthit dhe milicit irakiane dhe ka bërë që Shtetet e Qirit të pyesin hapur nëse ombrella e sigurisë amerikane vazhdon të mbulojë ato në të njëjtën mënyrë si më parë. Arabia Saudite ka pësuar sulme të drejtë për drejta. Eksportet e saj të naftës dhe agjenda e zhvillimit vitit 30, shtylla kryesore politike së brendshme të Mohammed bin Salmanit, janë vënë në rrezik gjatë këtij procesi. Prandaj, një klauzolë mbrojtjes së ndërsjell në qytetin më të shenjtë të Islamit nuk është thjesht një gest diplomatik, është një masë sigurie, shkruan Emeti Imani, ambasador i paqes në UNESCO. Paktet trepalësh të sigurisë janë mjaft të zakonshme në historinë diplomatike, aqsa shumica e tyre harrohen brenda një dekade. Ajo që e veçon këtë marrëveshje është ajo mbi cilën ndërtohet. Në shtator 2025, Arabia Saudite dhe Pakistani nënshkruan në Riyadh një marrëveshje strategjike të mbrojtjes së ndërsjell. Një marrëveshje e rëndësishme mbi të gjitha sepse Pakistani është i vetmi shtet me armë bërthamore në botën muslimane dhe pakti përcaktonte shprehimisht se çdo agresion ndaj cilit do vend do të konsiderohej agresion ndaj të dyjave. Ky traktat dypalësh ishte përshkruar tashmë nga analistët si një pikë kthese. Përfshirja e Turqisë nuk e zgjeron thjesht rrethin, ajo ndryshon tërësisht gjeometrinë, duke lidhur një fuqi të Azisë Jugore me kapacitete bërthamore, shtetin arab më të rëndësishëm të gjirit dhe një antare të NATO-s me ushtrinë e dytë më të madhe në aleancë pas SBA-s, vlerëson Imani. Kjo është hera e parë në epokën moderne që këto 3 qendra specifike të fuqisë në vende me shumicë muslimane, financiare, ushtarake dhe demografike lidhen së bashku përmes një instrumenti të vetëm mbrojtjeje që parashikon reagim kolektiv. Vetëm kjo e bën momentin një pikë të rëndësishme në arkitekturën rajonale të sigurisë, pavarësisht se si do të testohet apo interpretohet përfundimisht kjo klauzolë. Paktet formale të mbrojtjes janë në thelb shprehje besimi që kërkojnë vite për të ndërtuar. Pakistani ka trajnuar dhe këshilluar në heshtje forcat saudite për afro 8 dekada. Turqia dhe Pakistani kanë shkëmbyer anije luftarake dhe avion trajnimi. Turqia dhe Arabia Saudite nga ana tjetër ka përsyer marrëdhëniet e tensionuara përmes tregtisë dhe më vonë përmes marrëveshjeve dypalëshe të sigurisë. Fakti që një klauzolë trepalëshe për mbrojtje të ndërsjell mund të arrijë brenda rreth një viti negociatash, sipas zyrtarëve pranë bisedimeve, tregon se sa shpejt nevoja strategjike mund të shkurtojë afatet që historia politike përndryshe do t'i kishte mbajtur të ndara. Për Ankaran, marrëveshja e Mekës është dëshmia më e qartë deri tani se Turqia ka ndaluar së menduari për veten si një aktor rajonal të kufizuar vetëm në fuqinë e saj të drejtë për drejtë dhe ka filluar të veprojë si një lidhëse mes rajoneve që rrallë ndërveprojnë drejt për drejt, përfshirë Gjirin dhe Azinë Jugore. Industria turke e mbrojtjes ka bërë pjesën më të madhe të punës përgatitore. Në vitin 2023, Baykar nënshkroi me sauditët atë që drejtori i saj ekzekutiv e quajti kontratën më të madhe të eksportit të mbrojtjes në historinë e Turqisë, një marrëveshje me vlerë miliarda dollar, që përfshinte avionin luftarak pa pilot Akinji, së bashku me linja prodhimi lokal brenda Arabisë Saudite dhe në përputhje me synimin e vizionit 2030 për zhvilluar prodhimin vendas. Pritej që forcat ajrore dhe tetare saudite të integronin plotësisht këtë platformë deri në fund të vitit 2025. Vetëm kjo kontratë bëri më shumë për ndërtimin e besimit mes Ankaras dhe Riyadit se sa një dekadë komunikatash diplomatike. Pakistani ka qenë një partner mbrojtjeje i një natyre tjetër,
duke furnizuar Turqinë me personel të trajnuar dhe duke zhvilluar bashkëpunim që daton prej brezash, veçanërisht në fushën detare dhe atë të aviacionit. Armatimet e Turqisë, nga anija aeroplan mbajtëse me dron TCG Anadolu, deri te avioni luftarak i gjeneratës së 5, Kan, aktualisht në zhvillim, e kanë bërë atë një furnizues të besueshëm për të dyja palët. Ajo që shton marrëveshja e Mekës është një shtresë përtej tregtisë. Ankaraja nuk po i shet më vetëm sistemet ushtarake rajonit. Ajo tani po merr zyrtarisht përsipër një pjesë të sigurisë së tij. Por çfarë nënkupton marrëveshja për të ardhmen? Sipas autorit, 3 pasoja bien në sy. E para është parandalimi kolektiv. Një klauzole mbrojtjes së ndërsjell që lidh një shtet me armë bërthamore, një nga shpenzuesit kryesor ushtarak të gjirit dhe një antare të NATO-s, e ndërlikon llogaritjen e çdo aktori që mendon të ushtrojë presion ose forcë ndaj cilit do prej tyre. Irani është aktori kryesor në këtë drejtim, megjithse Houthit dhe aktorë të tjerë jo shtetror në Yemen dhe Irak do duhet gjithashtu të marrin parasysh një vit të kuqe shumë më të gjerë. E dyta është stabiliteti institucional. Paktet e mbrojtjes që mbijetojnë kanë tendencë të krijojnë strukturat përhershme, stërvitjet përbashkëta, marrëveshje për shkëmbimin e inteligjencës dhe standarde të ndërveprueshmërisë që mund të zgjasin përtej krizës që i krijoi. E treta është koordinimi afatgjat. Një kuadër i nënshkruar nga një shtet i Azisë Jugore me armë bërthamore, një monarki e pasur me naftë të gjirit dhe një shtet i ankoruar në NATO, krijon kanale që me kalimin e kohës mund të shtrihen shumë përtej çështjeve ushtarake, drejt sigurisë energjetike, financimit të ndërtimit dhe koordinimit diplomatik për çështje që variojnë nga Gaza deri te Kashmiri. Asnjë nga këto nuk garanton se marrëveshja do të qëndrojë nën presion real. Klauzolat e mbrojtjes së ndërsjell testohen vetëm kur lufta përhapet realisht. Dhe mënyra se si Riadi, Ankaraja dhe Islamabadi do t'i interpretonin detyrimet e tyre nëse njëri prej tyre do të sulmojë drejt për drejt, mbetet për momentin e patestuar. Ajo që nuk vihet në dyshim është se 3 nga shtetet më të rëndësishme të botës muslimane kanë vendosur se momenti kërkonte më shumë se sa deklarata solidariteti.